Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me Policinë e Qarkut ka nisur aksionin për lirimin e hapësirave publike të zëna nga automjetet e parkuara në mënyrë të palishme. Ky aksion synon rikthimin e trotuarëve dhe shesheve publike për qytetarët, rritjen e sigurisë rrugore, si dhe përmirësimin e qarkullimit. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini theksoi se respektimi i hapësirave publike është detyrim ligjor dhe qytetar. Aksioni i ditës sotme me suportin e Policisë së Shtetit dhe vetë drejtorit në teren ka konsistuar të gjithë subjektet që operojnë me licencën e automjeteve me qera. Të gjitha subjektet që operojnë makina me qera operojnë në sipërfaqe publike të përbashkëta. Dhe ka qenë një thirrje ndërgjegjësimi sot, duhet të lirojnë këto hapësira dhe jo vetëm kaq, por të gjitha makinat e parkuara kudo, makinat të cilat me kalimin e viteve janë lënë në sipërfaqe të përbashkëta publike, është një thirrje që gjithë qytetarët të fillojnë të heqin, sepse ne do të vazhdojmë të lirojmë këto hapësira dhe këto makina pas njoftimeve publike të sekuestrojnë dhe të çojnë në fikat e ruajtjes. Drejtori i Policisë së Qarkut Elidon Çela u shpreh se strukturat e policisë do të jenë në terren për zbatimin e ligjit. Qendrat e Policisë së Vlorë, në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Vlorë, janë duke ndërmarrë masa të shtuara për lirimin e hapësirave publike. Policia Rendit, Policia e Qarkullimit janë në terren për të konstatuar çdo shkelje, çdo zonë të hapësirave publike dhe të qëndrojnë fort për ndëshkimin e shkelcëve, jo vetëm me masa gjobe, por dhe me heqjen e mjeteve me karrotrec. Përfitojnë nga rasti ku do të thirrë gjithë qytetarët të bashkëpunojnë dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të respektojnë drejtë dhe drejtat e njeriut të lëvizjes lidhur me hapësirat publike, të cilat janë për të gjithë. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë dhe të respektojnë rregullat e parkimit në funksion të një qyteti më të sigurt dhe më të jetueshëm.